Muj shtator datë 23, shoqatës ushtarake ja shtoj mërzin se Mandala ndahet nga ne me fare fish, por edhe me shtëpinë. Me merita si ushtarak u përcovë për buzmave, se vendinja e pati ngat plot kujtime edhe madhe. Kallabëk me miq dhe shok, fishi Lala e ka zakon, brez pas brezi mbi këtë tokë edhe vdekjen e hieshon. Si Selmani dhe shumë të tjerë, kësaj zone i vën lavdi, të dalluar gjithmonë i gjen që nga shkolla e gjen pleqëri. Është nga kuadrot më të papritueshëm, has kuks të jetë në kam, për çdo servitje i dallueshëm eksperiencën e kalan. Në qoftë se ushtria do lavdrohet, veç servitja e bën të aftë, se Mandala do të shikohet në servitje ditë dhe natë. Jo veç kaq, por dhe i qetë, pa prish qetë në shoqëri, kështu ishte dhe ka mbet dhe me shok edhe në shtëpi. Merak fjalet në ngelen atë ditë në ngushëllim, vllai më shumë deshi kapelen, pastaj vetën dhe fëmijë. Sa kuptim merr kjo fjalë, sot më tepër se çdo herë, si për vajzat edhe për djalë u jep krah dhe u jep nder.